Në Kavaj, muaj i Ramazanit sjell një atmosferë të veçantë dhe një gjallëri shpirtërore që ndihet në çdo cep të qytetit. Gjatë kësaj periudhe zhvillohen aktivitete të shumta fetare e komunitare. Ndërkohë, lokalet janë shumë më pak të frekuentuara, pasi shumë njerëz janë të përqendruar në obligimet e ditës dhe në aktivitetet e këtij muaji të shenjtë. Një nga aktivitetet më të përhapura është Mukabelja, e cila zhvillohet në shumë xhami të qytetit. Besimtarët mblidhen për të dëgjuar dhe për të lexuar Kur'anin. Përveç kësaj, në xhami organizohen edhe aktivitete edukative për të rinjt dhe fëmijët. Imami Dashnor Karaboja tregon për aktivitetet që zhvillohen me nxënësit në kuadër të mësimbesimit. Ne aktualisht kemi një numër prej 40 nxënësish, 20 vajza dhe 20 djem, dhe mësimet janë nga mësimet fillestare për kushtet e Islamit, abdesi, namazi, deri dhe tek leximi i Kuranit, siç ndoshta do të shohim më pas në gjuhën arabe. Dhe në Ramazan, më specifik është leximi i Kuranit edhe pjesa e agjerimit edhe pjesa e faljes. Ndërsa mualimja Merita Sina flet për aktivitete të tjera që organizohen me fëmijët, si iftari i përbashkët dhe shpërndarja e pakove për Bajram. Kemi një numër të konsiderueshëm nxënës që vinë rregullisht në xhami dhe mësojnë mësime islame të thjeshta deri në leximin e Kuranit dhe i përkasin grup moshave të ndryshme. Një traditë e bukur në xhamin ton është iftari i fëmijëve. Është një iftar që i përkushtohet të gjithë fëmijëve pavarësisht janë apo jo agjërues, dhe kjo ka bërë që çdo vit të rritet numri i agjëruesve sipas grup moshës që ata vinë. Vetë fëmijët marrin pjesë me shumë zell në këto programe, duke shfaqur njohuri që kanë mësuar përmes recitimeve dhe këndimeve me temë fetare. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. Aktivitetet të ngjashme zhvillohen edhe në shkolla. Mirësi Elika, mësimdhënëse në gjimnazin e Kavajës, tregon për entuziazmin e nxënësve për të agjëruar dhe për organizimin e iftarit të përbashkët me ta, një traditë që vazhdon prej shumë vitesh. Por mund të themi me plot gojën që në gjimnazin tonë pothuajse 99% e nxënësve agjërojnë. Atmosfera është fantastike, ka një harmoni midis nxënësve edhe kolektivit të mësuesve. Edhe mësuesit pothuajse 100% agjërojnë. Po bëhet gati 4 vjet që komuniteti musliman i Shqipërisë në bashkëpunim me Myftininë e Kavajës organizojnë një iftar fantastik me nxënës dhe komplet këshillin pedagogjik edhe nxënësit. Pjesëmarrë pothuajse janë shumë djemë dhe vajza të ri, të cilët agjërojnë, se dhe një pjesë e madhe e tyre edhe falin namazin. Ndër aktivitetet më të shpeshta gjatë këtij muaji është edhe shpërndarja e pakove ushqimore për familjet në nevojë. Brenda muajit Ramazanit, gjithmonë Myftinia ka organizuar shpërndarjen e ndihmave dhe pakove ushqimore për familjet në nevojë, sidomos. Shpërndarja janë bërë edhe për Ramazanit, janë bërë edhe brenda Ramazanit dhe sidomos në netët e fundit të Ramazanit ku mblidhen edhe sadakaja e fitrit. Për momentin janë një kontingjent për 50 pakosh dhe mendojmë që në ditët në vijim do të jenë edhe më tepër se sa kaq. Në këtë mënyrë, Ramazani në Kavaj nuk përjetohet vetëm përmes agjërimit e faljes, por edhe përmes aktiviteteve që bashkojnë komunitetin. Ky muaj sjell më shumë solidaritet për kushtim e gjallëri shpirtërore në jetën e përditshme të qytetit.